Kish pas ai politikon në 60 vjet lip me qenë një snap, se dhe më ka thonë një këshilltar që duhet me qenë snap. Për menimin tem nuk u konë shumë gjetje e mirë, po nashta këta këshilltarët e tyre i kanë menu me prejkë të gjitha qacet edhe shtresat e rinisë, apo dhe një politikant, jo se shtresa e re neve na marrin. Unë kom pa politikant që ka ba në fushat, edhe rast konkret një politikan, theke qysh me qelë që tash një Snapchat, se tash jëm në zgjedhje, tash duhet me ba. I kish pas ai politikon në 60 vjet, lip me qelë një Snap, se theke më ka thonë një këshilltar që duhet me qelë Snap tash unë për me këshill me kopë me Jo, Snapin e ka qelë për tjetër san, ta garantoj. Për çka ka qelë? Ja. Për çka ka qelë anjë Snapin? Edhe këtë rast ku pa. Për të sane ma private ka qelë, jo mos tani. Edhe TikTok i ka ligjet e vetë, ka shumë sane që nuk i lejon edhe shumë sane që i lejon. Te e kena pa që tash në fund kryetari New York që u zgjedh, ky djali. Ka pas fushat, muj me thonë 80% e fushatës tina u kone bazume në TikTok.